Do më thënë. Duhet tishe ti me Gertën. Sa i radhe u bë me divanit. Se ajo ty të ka zhvlerësu fare të ka të qu, kupton? Me Gertën duhet isha unë, jo ti. Por... Unë kisha qef tisha me Gjestin. Shiko si e logjikoj unë punën. Ajo, në fakt, në tërë, më bëtin e ka pasë Rozana Lerti. Por, u zgjodh me divane. Nuk u thirën një nga një në dhomë të rëfimit shtëpia, për shembull. Po të thirën banorët një nga një, atëherë mund të dalë një dyshe tjetër. Jo lajë prapë një ta dyshe do dilte, do ishim koherent ne. Jo, edhe njerë. Nëse prit, jo, sepse ne 3 i kishim aty. Po pra? Grupi jonë 3 i kishte. Po jo pra, nuk do thireshim në dhomë të rëfimit si divan. Do thiresh një nga një. Po edhe? Do thoje, kush? Jo nga grupi juaj. Po jo nga grupi juaj, zgjidh 2. Këto zgjidhje ti? Ty me Gertën. Mua dhe Gertën? Po. Unë ty dhe Gertën. Pa divan. Pse u lërë, që ke këtë zgjedhje? Kur ti thua që Gerta s'është lojtare, dhe mua më thua që Rozi e meriton finalen s'është lojtare, ka për të. Po pse thua do të zgjidhja ty dhe Gertën? Kur Gerta s'është lojtare? Po sepse përplasja që ka Gerta është, unë vete nuk e zgjedh dot. Po me ty... Qa përplasje? Ku ka pas përplasje me mua? Gerta tërkohën, tematika e saj je o ti o unë. Po unë s'kam pas përplasje me atë, unë e kam lënë atë. A më the për Gertën. Nga krau i Gertës... Po pra nësa do futeshim 1-1. Nga krau i Gertës do bëja aty Gertë. Do vdivja unë, se vete nuk e zgjedh dot. Do preferoja t'isha unë me Gertën. Do preferoja shumë të kishin zgjedh mua... Unë do preferoja t'isha me Gjestin, o vlla. Ti me Gjestin, po. Po. Nga krau jo. Ti pse mendon që Aldo më zgjodhi mua? Aldo? Po. Për qatë zika? Për finalistët parë. Për qatë këtë zgjidh, për Gjestin? Po pse pra mendon ti, se unë e kam mendu? Ti si e koncepton? Sepse atyre u thanë, ju a tha, u është thënë në fillim. U është thënë, do zgjidhni një nga divani blu. Po, si që na u tha neve. Po, ata i kishin bërë, kishin të parët. Pra, kur je i pari dhe ta thonë, një nga divani blu do jetë përbau me një nga ju. Po, pra njësoj. Atere, Rozanën. Po pse pra? Pse e ka zgjedhë Aldo Rozanën dhe nuk zgjodhi Gjestin? Se për Rozanën Aldo tha, e qënë finale, po jo ka lutë pis, jo ka bo ande këtej. Sepse në përballje Gjesti me Gertën,